E rëndësishme është kjo që besimi do të jetë mbi gjitha, që ajo ëmbëlsia shpirtërore kur hyn në zemrën e njeriu, nëse ka pengesa, nuk i bën përshtypje asnjë lloj pengese. Të gjitha i largon me kënaqësinë më të madhe dhe ai zgjedh ëmbëlsinë e besimit. Ky është model për njerëz të cilët e përmendëm disa herë, ne nuk ndikohen nga ai luks, nga ajo pasuri, nga ato kushte të mirëqenies në cilat janë. Jo, besimin e ka shumë më të madh, ëmbëlsinë shpirtërore e ka shumë më të madhe dhe nëse ka përplasje mes besimit të saj dhe kushteve, luksit, komoditetit, ai ka shumë të kollaj ta zgjedhë rrugën e besimit. Kjo është modeli i Asias. Unë mendoj që ai është model edhe për njerëzit që besimtarët që jetojnë në kushte të mira, në kushte luksi, që ta dinë që ajo që është tek Zoti është shumë më e madhe dhe ëmbëlsia e shpirtit nuk krahasohet fare me këto anën materiale, po është një model i mirë edhe për njerëzit që jetojnë në kushte të thjeshta dhe varfërie, se nuk është të thonë që të na ndodhë njëjta gjë edhe të hymë në të njëjtin provim. E rëndësishme është ta përdorësh këtë botë me çfarë ka brenda saj për diçka që është më e madhe. Dhe më e madhe është besimi i Zotit, është kënaqësia e Zotit dhe është parajsa e Zotit. Kjo e bën njeriu që të di të pozicionohet në të gjitha situatat. Ne i lutemi Zotit, o Zot, na jep të mira në këtë botë, por na jep të mira edhe në botën tjetër dhe me mëshirën tënde na ruaj nga dënimi i zjarrit. Ky është ekuilibri shumë i rëndësishëm. Nuk i lutemi Zotit për varfëri, nuk i lutemi Zotit për sprovë, na ndodhi njëta gjë që edhe ne testojmë provimin atë besimin ton, se si do t'ja mbajmë. Jo, ne i lutemi Zotit që Zotit mos na sprovoj, por nëse na vjen sprova, Zoti na bëj të qëndrueshëm në këtë sprovë. Mirë, po ka raste të tilla në histori që njeriu duhet të ndajë mes besimit dhe mohimit, mes luksit i cili është pengesë dhe mes besimit në xhenetin e Zotit. Dhe Asia është shembulli i një personi i cili e ndau shumë qartë, pa asnjë lloj hezitimi dhe e ndau me buzëqeshje. Edhe, do thënë, e mbyll jetën me këtë buzëqeshje dhe me një lutje e cila është lutje që duhet ta bëjmë të gjithë pa përjashtim.